gjithmonë pa paragjykime. Tani nga takimi Putini ka treguar qartë. Haptas jo, se me fjalë do i mbulojnë qendrimin, por me qendrime praktik ka treguar që ai nuk do ta përfundojë atë luftë. Do të mbajë ato territore. Zelenski ka bërë qartë që ai është gati për çdo kompromis të mbështetur nga politika apo nga parlamenti i vet, por duhet ka përzejnë problemet kushtetuese se ai është president. Edhe ju t'jeni dhe unë t'jemi. Nuk mund të shiten territoret aq kollaj. Natyrisht vjen një moment kur lufta të detyron të ndryshosh dhe kufit. Mundet ta bësh këtë gjë, se thu më mirë ndryshojmë kufit se të vazhdojnë të vriten njerëz e çkatrojnë. Kur ka një vullnet përbashkët për një marrëveshje. Kur ka, u duk. Vullneti mungoi nga Rusia. Nga Rusia. Ky tregoi kanë vetëm vullnet, po kanë filluar dhe këto provokimet në shtetet e tjera. Kanë vetëm çështje kushtetuese, tha, po më parim po. Biem dakord. E lat nuk kuptohet. Por Rusia nuk ashtu, prandaj Trumpi vazhdimisht shikon atë si një shkelje të mirëkuptimit, i cili u çfaq në ato që u pan dhe ato që s'u pan alas. Dhe atëherë edhe Trumpi ka ndryshuar qendrim. Jam zhgënjur, ka thënë fillimisht nga ai. Pastaj ka thënë që sepse kjo do të shikonin ditët që do vinë qendrimet tona. Është shkelje mirëkuptimit karshi Ukrainës vetëm. Tashmë ka hyrë dhe Amerika në lojë, shkelje mirëkuptimit dhe ndaj Amerikës, si Amerikën po them, se ju referova Alaskës. Atëherë ai ka filluar të përshkallëzoj, ka thënë hapësira ajrore e vendit NATO-s, nëse cënohet duhet goditen dron, avion, çfarë do të jenë. Ndërkohë, po shikoni me kujdes, dje apo pardje Lavrov ka thënë që Rusia nuk synon të bëj luftë me NATO dhe me BE-n. Se dikur thoshte do godasim këtë, bila i Medvedevi. Ai hiqet si më i rëndësishëm se Putini nuk e di çka ka dhe lloj zelli të shtuar, po me siguri ka nga vetja vet, do godasim Londrën, këtë i bëjnë për kaq, ato janë gjitha blofe, gjitha tullumbacet kota, po ai ka thënë që nuk kemi ndërmend të godasim ato. Me fjalë, deklarata ju që do godasim mos ketë, nuk ka bazë, ne s'kemi synim të bëjmë këtë gjë. Tu shtrohet problemi kush i çon ato dronë në Poloni, në Lituani, në Rumani. Kur çon nga vin? Akoma ma merr mendja e di në origjinën, po ndoshta prap për arsye të mos prishjes së një klime të bisedime diplomatike nuk po i thon, me siguri nga Rusia janë. Unë e them këtë pa e ditur, po e marr me mend s'ka kushtit çoj tjetër dronë. Sepse janë disa vende, nuk është puna se shkelën hapësirën ajrore diku dhe mund të quhet dhe rastit. Po atë janë para shumë sisteme, edhe mbi Balltik. Çfarë është shmatje mbi Balltik? Po teston Rusia. Me siguri rus. Do të thënë deri pse po e bën? Po mat Putin derisa mund të shkojnë këta, do të thënë deri. Po për treguar që ende është e fortë. Ajo në fakt kjo është e rënuar ekonomikisht, po mos i çarrëgjë, nuk i ka situatën fare mirë. Unë edhe po t'i referohem disa veprime ushtarake, po të kesh parasysh hartën diku në Ukrainën qendrore, mbi Luhansk, Kramatorsk. Atje janë rrethu 10.000 forca ruse. Ai ka kaq kohë, ka çu 100.000 ushtarë atje shtesë për ta marrë, se duhet pik kyç ajo për të kaluar drejt Harkivit. Nuk e ka arritur ta marrë, dhe ka mundësi që këta 10.000 tani do dorëzohen që janë të rrethuar atje nga Ukraina, se këto ose ku diun do vriten. Fatkeqësi e madhe është, po ai po dështon, ai ka dështuar që në fillim. Edhe i zvarrit luftën për të treguar që jam i fortë e tjerë të imponojnë. Edhe në këto kushte, duke qenë se u rikonfirmua mbështetja me armatim e Ukrainës, jo vetëm nga Europa, jo vetëm nga NATO, po edhe nga Shtetet Bashkuara, madje edhe me ndoshta një për kërkesën për raketa Tomahawk, pra që godasin thellë atje. Zelenski ka kërkuar raketa Tomahawk. Atëherë, mas kësaj, është e mundur që të rimeren tërësisht territoret. Është shumë e vështirë, sipas meje. Por edhe nëse bëhen përpjekje për të rimarrë territoret, mund të arrihet në një pikë tjetër të luftës që territoret mos jenë këto, po të jenë shumë më pak se sa këto. Edhe atëherë tulen palet pranë bisedime. Edhe më mërmund e s'ka rrugë tjetër. Rusi mund të bëjë si i fort, mund të hiqet si ashtu si ka armë bërthamore, po ka armët bërthamore nuk mund shkoj dot, është e pamundur, sepse është bumerang, kuptohet, si për veten e vetë dhe për botën. Kështu do shkohet në tryezë bisedime me disa kredite më shumë për Zelenski dhe me dëme më pak. Po të shohim, prapë, zhvillimet atje janë. Ne flasim që këtej, duke lexuar, duke marrë informacion sa të mundë, por praktikisht gjithmonë informacioni jonë nuk është tërësisht i plot.
Mirë, duhet t'i them një çështje tjetër tani, pak e diskutuar për shumë e rëndësishme, Këshilli i Sigurimit të OKB-s ka rikthyer sanksionet për Iranin. Ndërsa Marko Rubio, sekretari i shtetit, ka deklaruar se diplomacia është ende në tavolinë. Teherani sigurisht i cilëson këto si presion politik. Është fillimi i një përplasje të re kjo në linjën e mesme pas, po themi, armë pushimit luftës 12 ditore. Nuk besoj që ka vënd për përplasje të re. Irani ka mbështymi që bën lojë diplomatike aty, duke këmbgulur që të vazhdoj programin sipas tij paqësor, bërthamor, ai do të tregoj botës, bën propagandë. Edhe linjës mesme që shiko, godita që më është bërë mua është kot, se unë gjithmonë këtë synim. Unë po vazhdoj domethënë. Jo, po unë gjithmonë këtë synim kam pas, e kam pas paqësor. Pra insiston, pa e kupton që këtë s'mund ta bëj. Por komuniteti ndërkombëtar, sigurisht, dhe OKB-ja në këtë rast, po edhe amerikanët janë të vendosur. Ai Trumpi ka thënë dikur, nuk e di, ka 2-3 javë, që ne godasim prapë, po t'jetë puna, po atje janë shkatruar gjëra. Leç thonë që s'është godit pak. Atje është marrë ndoshta vetëm ai uji i rënd siç quhet, aty, por me atë s'mund të bësh asgjë pas patet mjete të tjera. Po unë mendoj që është lojë diplomatike për treguar që shiko, derisa ne vazhdojmë ta kërkojmë të program për edhe më parë, ka qenë civil. Pra është vimësi, jemi në vimësi të qendrave tona. Nuk është kaq e thjeshtë ajo, sepse bota perëndimore apo shtetet NATO e tjera, Amerika, e kuptojnë që ai program bërthamor i kombinuar me mbështetjen financiare dhe të tjera që bën terrorizm në Yemen, Hezbollahut dhe Hamasit, sigurisht që prodhon diçka tjetër, synimin për armët, për krimin e armëve bërthamore, nuk mund thuhet gjë civile. Dhe kjo që po themi ne diskutojmë mbas atyre që lexojmë, që shikojmë informacione, por ka dhe shërbime inteligjente, ka informacione të tjera që të vërtetojnë që ai ka pas madje prandaj godit se ishte shumë pranë krimit të armës bërthamore. Pasurimi i uraniumit kishte arritur. Kështu që sanksionet janë për treguar që ne nuk lejojmë asnjë lloj rikthimi të atij programi, ju mund bëni sikur e keni për paqë, por ne besojmë dhe asnjë lloj lëvizje nuk do të bëhet. Qëndrimi i fortë, por nuk shikoj që Irani të ketë fuqi. Është i rrezikuar Izraeli nga Irani në këto momente që jo, për mua fare. Pra është mbyllur ai kapitull, po themi. Për mua po. Gjithçka mund ndodhi, unë nuk e di. Unë mendoj që jo. Nuk ka më fuqi Teherani të bëjë këtë gjë. Them, fuqi ka, por natyrisht nuk besoj që të bëjë një aventurë të tillë, se është e kotë. Ndërkohë që nuk ngrihet fare problemi, po themi, i ndrimit të regjimit. Paktën ky është problem tjetër. Qofse hapim këtë kapitull, për mua regjimi që është tani ajatollave, po themi, regjimi fetar, një autoritarizëm fetar i dalluar e tjere, unë mendoj që është në ditë vështira. Ka një opozit organizuar me qendrën Paris, të udhëhequr nga Miriam Rajavi atje. Ka shumë kundërshti brenda vendit për shumë probleme. Problemet janë uji, energjia e tjera, por ka dhe probleme të tjera. Kishte një krizë uji në fakt. Ka probleme shumë të mëdha gjatë verës. Dhe këto mund shërbejnë si katalizator për protesta, por natyrisht ka dhe shumë vërejtje të tjera për policinë morale, për frenimin, kufizimin e lirisë e tjera, por ka dhe grupe, me sa di unë, grupet organizuar ilegale të cilët presin një moment caktuar, nuk e di. Se si ato e kanë ashpërsuar, ajo garda kuqe tani kontrollon gjithçka, pavarësisht se ka pushtet civil, po është ajo, domethënë ka dorën gjithandej. Edhe presidenti që i sapo zgjedhë sa u bën në vitet sa, pretendoi si moderuar e tjerë, nuk ka çfarë të bëj fare, është i rrethuar nga ata titullar të gardës dhe pothuajse s'mund të lëvizë asgjë ndryshe. Por ndërkohë kjo nuk e bën regjimin më të fortë, se sa herë që ashpërsohen masat për të mbrojtur një regjim i cili s'ka baza, më ka shumë probleme. Në një vend gjithmonë është çështje kohe që do ndryshojë. Diçka aty do ndryshojë. Se si do ndryshojë nuk mund ta themi, por opozita iraniane, demokrati që kërkon kushtetut të re, heqjen e fesë, Republikë Demokratike të Iranit, ka mbështetje të jashtëzakonshme nga parlamentarët e Europës dhe të Amerikës, vazhdimisht. Qartë. Të shohim se si do shpalosen gjërat. Situata është më optimiste se para luftës 12 ditore, siç u quhet lufta, sepse morën goditje të madhe këta si regjim.
edhe si, po themi, si çfaqje propagandistike, po edhe realisht nga pikpamja ushtarake. Qartë. Dua të flasim pak tani dy çështje të shkurtra në lidhje me Kosovën, sepse duket sikur situata aty paraqitet problematike në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është problematike. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar vetëm dje se në vijim të qëndrimeve vetveta, po themi, pas ndërprerjes së dialogut strategjik me Washingtonin, se nuk do të sakrifikojë sundimin e ligjit në veri dhe se tërheqja e Serbisë nga Rusia nuk është puna e tij. Duket deklarate fort për Karçillëk, kur thuhet në zhargon popullor. Është deklarate fort, por nuk them që e bën për Karçillëk. Domethënë ku shkon kjo? I vlerëson shumë këto qëndrimet Patjetër, amerikane etj. Në mbështetje në mbrojtje, në armatime. Ai vazhdon me idenë që veprimet që kanë bërë në veri i quaj veprimet drejtën përputhje me kushtetutën time etj. Dhe natyrisht amerikanët dëgjojnë. Unë nuk besoj se amerikanët nise vetëm nga ideja që ky po na kundërshton. Po na është kundërshtetësh. Ai mbështetet në kushtetutë. Në farë mënyrë Albini ka drejt. Por sa e drejtë është kjo, në fakt është drejtë tjetra, që pavarësisht se i dim cili është parimi etj, por shpeshherë për të arritur një qëllim të caktuar dhe për ta mbrojtur parimin, bën dhe lëshime kohore apo uljen në tavolinë për disa gjëra që tërheqje taktike, po themi. Po pra, gjëra të tilla, kështu që në këtë pikpamje Albini duhet bëjë diçka. Dhe nuk duhet të jetë kaq refraktar, thot shkurt që ato që kanë bërë veri janë kaq. Po mirë, dakord, po jemi gati të ulemi si tjerë të bëjmë. Po jemi në kushtet kur po fillon dialogu si caku themelore, jo. Po fillon dialogu me Serbinë, pra dialogu. Mirë, pra, ndërkohë që është ndërprerë dialogu strategjik me amerikanët, që s'është normal. Jo, po them që ndërkohë që është ndërprerë me Kosovën, dialogu strategjik i amerikanëve ka nisur me Serbinë, është takuar Marko Rubio me Marko Gjurić, Marko Rubio me presidentin Vučić, pra duket sikur paralelisht me largimin nga Kosova ka një afrim me Serbinë. Nuk mund të quhet afrim me Serbinë. Tani dy palët që duhet zgjidhin problemin janë rusët dhe këto serbët dhe kosovarët, pra shqiptarët e Kosovës. Dhe natyrisht amerikanët si ndërmjetës, si aktorë me shumë influencë të madhe, sigurisht do bisedojnë me palët. Dhe ndërkohë do bisedojnë me serbët, ndoshta me serbët do bisedojnë edhe për pikpamjet që tashmë i ka shprehur Albini në mënyrë të fortë. Unë do ta quaj këshillik, po edhe ashtu këshillik mund ta quash, sepse nuk mund vendojnë që të bëjë Albin Kurti këshillik amerikanëve, po mund thosh qëndrimi fort, qëndrimi përputhje me kushtetutën. Dhe sigurisht që flasin edhe për këtë dhe nuk mund të themi që po afrohen me ata po ndo, por situata është e tillë, unë shpresoj të kapërcehet. Mendoj që për këtë situatë ndoshta edhe takimet që ka pas Vjosa Osmani atje, presidenti. Mund të kenë lehtësuar. Sigurisht. Ajo nuk do të sigurisht do të ketë parasysh që të ndihmojë ta zbusit ke klimë. Shikojnë çfarë lloj zhvillimesh do të ketë. Por nuk e quaj si diçka që është, po themi, që e ka zhytur Kosovën dhe e ka bërë të parikuperueshme. Vlerja e armatimeve vazhdon. Po, sigurisht. Forcat e KFOR-it? Po. Kanë vënë forcat turke dje, kur dhe një par dje. Tani, ka dhe, po të fusim në arsyetim dhe disa elementë tjerë. Në datë 12 tetor kanë zgjedhje lokale. Këto do jenë shumë interesante. Jo në kuptimin se bëhen zgjedhje lokale, e ripërtrirët pushtetit vendor, por për të parë si është ekuilibri i forcave. Dhe për mua, jam shumë kurioz, ja do të ta them, për mua jam shumë kurioz si do të dali partia vetëvendosja. Nuk besoj që do të ketë po atë përqindje që ka pas zgjedhje përgjithshme. Them unë, mund të jem gabim, do të jetë më pak, sepse populli shqiptar i Kosovës është shumë i ndjeshëm për marrëdhëniet me amerikanët dhe ndoshta ato me votën e tyre do të tregojnë partisë vetëvendosje, dakord, ke shumë drejt, po duhet mbajtur disa ekuilibër. Duhet ca gjëra, domethënë, nuk bëhen menjëherë, bëhet me pak kohë, bëhet duke respektu dhe aleatin strategjik dhe duke respektu kërkesat e tij. Të shohim, për këtë jam kurioz, e thash i den ndoshta do marrim më pak, sa më pak nuk e di. Po që se situata, mozaiku politik, i forcat politike, do të ndryshojë shumë, jo në kuptimin që bie vetëm vendorën, por përgjithësi shumë, mund të ketë arsye për zgjedhjet parakohshme. Po këto varen dhe nga raportet, nga dialogu që mendohet të rikuperohet, sipas me them me dëshirë, midis Amerikës dhe qeverisë
qeverisë Kurti. Zgjedhjet, rezultati i zgjedhjeve dhe këtë marrëdhënie mundet që të çojnë zgjedhjet parakohshme. Çojnë. Qartë. E fundit, që është vazhdim në fakt i kësaj, për cilën po flasim, ndërkohë që kemi të gjithë këtë sken dhe këtë dinamik politike në Kosovë, futet Befas Edi Rama në intervistën e 2 ditëve më parë në një televizion në Kosovë, ku duket se kërkon të luajë në fakt kundër peshën e vendimeve të Kurtit. Ai thot, së pari thot se ai takon gjykatës speciale që nuk ka një konsensus politik mes forcave në Kosovë për një rezolut kundër gjykatës speciale në Kuvendin e Kosovës. Nga ana tjetër thot që Kosova nuk duhet që të ketë mendje nga Serbia, por duhet përmbush rrugtimin e saj dhe detyrimet me partnerët, pra edhe nëse Serbia nuk i përmbush ato. Nuk e di si duket kjo ndërhyrja e kryeministrit tonë. Kryeministri mund të bëjë deklarata të bukura që duket sikur përpiqet ndihmoj Kosovën, por në fakt qëndrimi i praktik 13 vjeçare tregon vetëm shpërfillje të interesave themelore të Kosovës dhe bëll të referohemi idesë të lakuar shumë prej tij apo të artikuluar Ballkanit të hapur dhe tregon që ai nuk e di pse i bën këto, i bën për treguar po luan rolin e tij rajonal etj, por me Kosovën ka shumë borxhe.